Përshëndetje, Skender Recep kërkoi kryeministrit të hiqet termi 20% nga kushtetuta. Mickoski e cilëson opozitën shqiptare si patriot nga AliExpress. LSDM thekson se qytetarët duhet të vendosin vetë për procesin eurointegrues. Gjykatësi Ristov mohon fajin për 350.000 euro të gjetura në murin e shtëpisë së prindërve të tij. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se Xhandarmeria është e domosdoshme për shkak të kërcënimit të sovranitetit nga Serbia. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në Kuvend sot ka pasur seancë të pyetjeve të deputetëve në të cilët është zhvilluar një debat i ashpër ndërmjet kryeministrit Mickoski dhe deputetit Skender Recep Zeidi. Deputeti nga radhët e Frontit Evropian e ka pyetur kryeministrin nëse mund të realizojë premtimin e viteve 2020-2022 kur thoshte se është i gatshëm që të pranojë ndryshimet kushtetuese. Ndërkohë Mickoski ju kundërpërgjigj edhe akuzave të opozitës lidhur me provimin e jurisprudencës, për çka tha se kjo ka mundur të zgjidhet me kohë nga ministrat e BDI-s për vite që kanë qenë në krye të dikasterit të drejtësisë. Deputeti i Frontit Evropian Skender Recep Zeidi e pyeti kryeministrin nëse vazhdon të mbajë qëndrimin e njëjtë që kur ishte në opozitë deklaronte se termi 20%-shit që i referohet gjuhës shqipe duhet të hiqet nga kushtetuta. Me këtë rast deputeti Zeidi i kërkoi kryeministrit që të bëhen ndryshimet kushtetuese. Pyetja ime është, kryeministër, a jeni të gatshëm të bëjnë ndryshimet kushtetuese? Ju ta filloni, ashtu siç e keni premtuar 2020-2022, ju si kryeministër, ju t'i merrni meritat që gjuha përfundimisht, gjuha shqipe, gjuha ime të bëhet pjesë e kushtetutës dhe të krijohet një harmoni ndëretnike e cila është më se e nevojshme për qytetarët. I kemi numrat mbi 100 deputet. Mickoski u shpreh se për të nuk është e rëndësishme përqindja, prandaj u kërkoi që deputetët e opozitës të mbështesin ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, që do të hyjë në Kuvend, ndërsa Mickoski u kundërpërgjigj edhe akuzave të opozitës lidhur me provimin e jurisprudencës, për shka tha se kjo ka mundur të zgjidhet me kohë nga ministrat e BDI-s që për vite kanë qenë në krye të dikasterit të drejtësisë. Lidhur me provimin e jurisprudencës, nëse e keni lexuar ligjin, do të lexoni aty se provimi nuk rregullohet me ligj në çfarë gjuhë do të jetë, por rregullohet nga ministri. Sa ministra drejtësie ishin nga koalicioni që mbështesni, pse nuk e rregulluan? Sepse jeni patriot nga AliExpressi, kur jeni në opozit dhe në qeveri, promovoni eko agenda të gjelbërta, në opozit doni të krijoni konflikt etnik aty ku nuk ka. Kryeministri kritikoi studentët që gjatë protestës së tyre krahas flamurit shqiptar nuk përdorën edhe flamurin shtetëror. Dy partitë më të mëdha maqedonase sot kanë shkëmbyer akuza në lidhje me ndryshimet kushtetuese. LSDM mbron propozimin se thotë se qytetarët përmes referendumit duhet të deklarohen nëse janë të gatshëm që fëmijët e tyre të paguajnë çmimin e politikave të Mickoskit. Në anën tjetër, VMRO-ja vlerëson se Venko Filip që është i gatshëm të shkojë deri aty sa fillimisht të zbatojë ndryshime kushtetuese e më pas të pranojë ridefinimin e historisë dhe identitetit. Kërkesa e LSDM-s për organizim të referendumit për ndryshimet kushtetuese ka rikthyer në fokus përplasjet politike mes opozitës dhe pushtetit. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë thotë se qytetarët përmes referendumit duhet të deklarohen nëse janë të gatshëm që fëmijët e tyre të paguajnë çmimin e politikave të Mickoskit. Sipas opozitares LSDM, kërkesa e tyre ka nxjerrë zbuluar faktin se qeveria nuk ka mjete buxhetore as për organizim të referendumit. Za Mickoski kriminalната група околу него. Para ka vetëm për grupën kriminale të VMRO-s dhe të nderëve të tyre kriminal. Nuk ka para për qytetarët, nuk ka para për rroga më të mëdha, nuk ka mjete për rrogë minimale prej 600 eurosh, nuk ka para për masa dhe subvencione për bujqit, nuk ka para as për referendum në të cilin qytetarët duhet të vendosin për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Për Mickoskin dhe grupin e tij kriminale, vetëm qytetarët duhet ta paguajnë çmimin.
Kërkesës së LSDM-s i është përgjigjur zëdhënësi i VMRO-DPMN-s Valentin Manasievski, i cili ka drejtuar kritika ndaj liderit të LSDM-s Venko Filipçe, duke akuzuar se po ndjek një politikë servile në dëm të interesave kombëtare maqedonase. Sipas Manasievskit, Filipçe është i gatshëm të shkojë deri aty ku fillimisht të zbatojë ndryshimet kushtetuese, më pas të pranojë ridefinim të historisë dhe identitetit, duke e quajtur Filipçen si i dërguar special dhe deputet bullgari Rumen Radev. Prvo sproveduvanje na ustavne izmeni, a potom redefiniranje. Njëherë ndryshime kushtetuese, pastaj ridefinim të historisë dhe identitetit. Deri këtu është i gatshëm të mbërrijë deputeti special bullgar i Rumen Radevit, Venko Filipçe. Filipçe është në të njëjtën linjë me Viktor Stojanovin nga Fundacioni Maqedonia, e cila vepron në vendin ton duke shpërndar propagandë dhe gjuhë të urrejtjes kundër maqedonasve. Nuk e pranon identitetin Maqedonas, e mohon atë dhe e përfaqëson historinë e Maqedonisë bullgare. Kjo nuk është hera e parë që LSDM-ja dhe VMRO-ja përplasen me njëra tjetrën për identitetin dhe gjuhën, po edhe për historinë. Në të kaluarën, kur VMRO-ja ishte në opozit, e akuzonte LSDM-n për tradhti kombëtare dhe shiqje të interesave shtetërore dhe ndryshim të emrit. Në gjykatën themelore penale në Shkup ka filluar gjykimi për gjykatësin e pëzulluar të apelit Gjoko Ristov, i akuzuar në rastin e 350.000 eurove të gjetura të fshehura në një mur të shtëpisë së tij familjare në Negotin. Në fillim të seancës dëgjimore, Ristov deklaroi se nuk ndihet fajtor për krimet për të cilët akuzohet. Sipas aktakuzës, në shtëpinë e prindërve të tij u zbuluan para të padeklaruara dhe të paregjistruara, të paketuara në 13 pakolle të fshehura në zgavra në murin e kuzhinës. Prokuroria pretendon se fondet nuk kanë origjinë ligjore dhe se ato ishin fshehur. Hetimet ndaj Ristov u shfaqën gjatë procesit gjyqësor kundër ish prokurorit të shtetit dhe avokatit Fehmi Stafa, i cili u arrestua ndërsa merrte 50.000 euro. Gjatë procedurës, ai tregoi se paratë ishin të destinuara për ndërmjetësim me gjyqtarin Ristov për heqjen e masës së paraburgimit. Në seancën e pyetjeve të deputetëve, deputeti LSDM-s Fatmir Bytyqi pyeti ministrin e ekonomisë se a ka ndonjë politikë qeveria apo diçka tjetër më konkrete që të sigurojë që puna që të sjell jetë dinjitoze, posaçërisht në kushte kur paga minimale është shumë nën shportën sindikale, ndërsa paga mesatare gjithnjë më e vështirë që i mbulon shpenzimet e jetesës. Në seancën për pyetje deputetësh, deputeti i LSDM-s Fatmir Bytyqi e pyeti ministrin e ekonomisë se a ka qeveria politik ose masa konkrete që do të sigurojnë që puna të sjellë jetë dinjitoze, posaçërisht në kushte kur paga minimale është shumë nën shportën sindikale, ndërsa paga mesatare gjithnjë e më vështirë mbulon shpenzimet e jetesës. E sipas ministrit Besar Durmishit, nuk ka person në sektorin publik që nuk merr pagë minimale, ndërsa shtoi se synojnë që deri në fund të mandatit të arrisin atë deri në 40%. Nuk ka person që merr pagë minimale, të gjithë janë që marrin paga më lartë se paga minimale, po ashtu ka që të punësuar që marrin edhe më shumë se sa paga mesatare, dhe përmes dialogut që kemi bërë në këtë vit kemi arritur që në sektorin publik të rrisim pagën për gjithë administratorët, kemi arritur që të përmbyllim në gjithë sektorin publik, në gjithë institucionet të rritet për 20% vetëm në këtë vit, bashkë me rritjen e pagës minimale. E deputeti Bytyqi akuzoi ministrin Durmishi se në seancat për pyetje deputetësh po lexon fletët e njëjta. Mendoj që pas seancës do kërkoj stenogramet nga seancat e mëparshme kur jeni përgjigjë, se më duket të njëjtat fleta i përdoret edhe sot për të përgjigjë në pyetjen. Edhe mendoj se kjo nuk është adekuate për nivelin e komunikimit në parlament. Herën tjetër mundoni që të përgjigjeni në atë që ju pyes. Durmishi u shpreh se me sektorin e bujqësisë po punojnë për një zgjidhje për të liruar nga importi produkteve ushqimore, të cilat i kemi nga vendet fqinje, sepse siç tha e kemi gjetur vendin 70% të varur nga produktet ushqimore të cilat importohen nga jashtë.
Në qoftë se dikur qytetarët kanë harxuar 500 milion euro në vit në lojra të fatit, tash ajo shifër është rritur në rreth 3 miliardë euro, ka deklaruar kryetari i lëvizjes anti-bixhoz Xhemal Abdiu. Sipas tij, ajo që ka ndodhur në rritjen e vlerës së parave që qytetarët harxojnë në bixhoz është shtimi e objekteve të lojrave të fatit. Kryetari i lëvizjes anti-bixhoz Xhemal Abdiu në emisionin Impact ka ndarë të dhëna shqetësuese sa i përket numrit të qytetarëve të cilët luajnë bixhoz. Ai tha se krahasuar me numrin e mëhershëm, me rritjen e numrit të objekteve të kazinove dhe bastoreve, është rritur dukshëm edhe numri i qytetarëve që luajnë bixhoz. Ndërsa ai shtoi se shqetësuese është edhe vlera e parave që harxhohen për bixhoz. Sipas tyre, ky shtet ekziston nga ato 280 milion euro që i japin këto. Çka do të them me këtë? Në qoftë se dikuri është harxhuar 500 milion euro, tash flitet për afërsisht 3 miliard euro harxhim vjetor. Çka do të thotë kjo? 3 miliard euro nxirren nga xhepat e qytetarit. Këto objekte janë shumë afër objekteve arsimore, objektet e lojrave të fatit janë shumë afër objekteve arsimore. Edhe që nuk do të thotë, ka edhe diçka tjetër, se ligjet mund të sillen. Mirë, por në qoftë se këto ligje nuk janë të vendosur që të praktikohen, këto ligje është krejt është dështim. Duke komentuar propozim ligjin e ri për lojrat e fatit, i cili u miratua nga qeveria dhe me të cilin parashihet që objektet e lojrave të fatit të largohen më së paku 500 metra nga shkollat, Abdiu tha se me këtë nuk zgjidhet plotësisht problemi i bixhozit në vend. Megjithatë, mund të konsiderohet si një fillim i mbar drejt zgjidhjes së plot. Në vijë erore, nëse është objektet e lojrave të fatit që dhe ashtu i themi përndryshe janë lojrat pa fatit, në qoftë se janë në distancë ajrore, atëherë ka për një diametër shumë më të madh se në rrugë toksore, duhet që këtë rrugën kryesore edhe derisa të vijë. Tash, ai 500 metrësh në rrugën toksore mund të jetë 700 apo 800 metrësh që i bie se ato objekte që janë afër objekteve arsimore nuk do të mund që të largohen. Është mirë që ato të precizojnë se ky propozim ligj është në vijë ajrore apo në vijë toksore. Kjo është hera e tretë që deputetët do të votojnë për ligj për lojrat e fatit brenda 2 viteve, pasi 2 ligjet e dorëzuara në kuvend në të kaluarën nuk kanë kaluar. Me rastin e ditës botërore pa duhan, Ministria e Shëndetësisë është bashkuar shënimit të fushatës globale të OBSH-s me temën zbulimi tërheqjes kundërshtimi varësisë nga nikotina dhe duhani, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu theksoi se në bashkëpunim me OBSH-n, Institutin e Shëndetit Publik si dhe qendrat e shëndetit publik, veçeverisjen lokale dhe shtëpitë lokale të shëndetit kanë nisur aktivitete të koordinuara për forcimin e shërbimeve për ndërprerjen e duhanpirjes në nivel lokal. Dua të kujtoj edhe një risi tjetër të rëndësishme që e kemi vendosur, sa ajo është Ministria e Shëndetësisë që e përditësoi listën esenciale të barnave dhe në të për herë të parë janë përfshirë barna për lënien e duhanit dhe mjete kontraceptive, flasterët, transdermal dhe çamçakëzët me nikotin. Qëllimi është të sigurohet prania e tyre në treg të njihen nga qytetarët dhe kompanitë farmaceutike, nevoja për përdorimin e tyre si dhe mjekët të përshkruajnë ato, ka theksuar në preskonferencën e sotme Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu. Një grua 85 vjeçare humbi jetën në një zjarr që shpërtheu gjatë natës në një shtëpi në lagjen Pintia të Shkupit, njoftojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Rasti është raportuar në polici sot në orën 1:48 pas së cilës në vendngjarje intervenuan zjarfikësit e brigadës për mbrojtje nga zjarri, të cilët e shuan zjarrin. Sipas raportimit, zjarri ka shpërthyer në një shtëpi në pronësi të SK 45 vjeç ku jetonte edhe nëna e saj MV 85 vjeçare. Nga lëndimet e marra nga zjarri, gruaja 85 vjeçare ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekjen e ka konstatuar një mjek nga ndihma e shpejtë mjekësore, thuhet në njoftimin e policisë. Zjarri është shuar nga ekipet e brigadës për mbrojtje nga zjarri të Shkupit. Sipas policisë, gjatë ditës do të kryhet ekspertizë në vendin e zjarrit.
Edhe këtë vit ka vazhduar tradita e prerjes së kurbanëve në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet gjysmëhënës së kuqe turke, organizatës Merhamet dhe Kryqit të Kuq. Organizatorët theksuan rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj kategorive sociale më të rrezikuara shoqërore. Gjysmëhëna e kuqe turke në bashkëpunim me organizatën Merhamet dhe Kryqin e Kuq edhe këtë vit kanë vazhduar traditën humanitare të Kurban Bajramit, duke realizuar prerjen e kurbaneve për familjet në nevojë. Procesi i prerjes së kurbaneve është zhvilluar në përputhje me të gjitha rregullat dhe ceremonitë fetare, ndërsa organizatorët theksuan rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj kategorisë sociale më të rrezikuar. Nga gjysmëhëna e kuqe turke thonë se ky aktivitet i kthyer në traditë synon të sjellë gëzim dhe mbështetje për familjet që kanë më së shumti nevojë. Bugün Makedonya'dayız. Planifikojmë që të shpërndajmë mish për rreth 1300 deri 1500 familje. Jemi të lumtur që jemi të bashkuar. Qëllimi ynë është ky, siç edhe na obligon feja, të jemi e të ndjejmë bashk. Falenderojmë bashkëpunëtorët tanë, një ndër ta këtu është edhe organizata Merhamet, po e falenderojmë edhe popullin me shpresë dhe dëshirë që gjithnjë të jemi të bashkuar. Kryetari i organizatës Merhamet, Hoxha Ridvan Xhaferi, deklaroi se qëllimi është që përmes kurbanëve të dilet në ndihmë familjeve në nevojë dhe njoftoi se këtë vit në vendin ton janë prerë 50 kurban. Do të realizohet në disa qytete të Republikës Maqedonisë Veriut, ku do të fillojmë me Shkupin, komunën e Çajrit, komunën e Butelit, Studeniçanit, Sarajt, Araçinës, Gazibabës, pastaj Kumanova me komunën e Likovës, gjithashtu qyteti Velesit dhe Maqedoninë Lindore. Me këtë ndihmë ne do të mundohemi të përfshijmë diku mbi 1500 familje skamnorësh, të cilat do t'i vinë në ndihmë. Prerja dhe shpërndarja e kurbanëve nga gjysmëhëna e kuqe e Turqisë, organizata Merhamet dhe Kryqi i Kuq vazhdon prej vitesh, duke u kthyer në një traditë të rëndësishme humanitare gjatë festës së Kurban Bajramit. Propozimi i qeverisë Kosovës për themelimin e Gjandarmërisë së Kosovës është duke ngjallur karshëri dhe debat në Kosovë. Sot propozuesi i kësaj ideje, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dhënë kjo forcë është bërë domosdoshmëri për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Kurti ka thënë se shërbimi detyrueshëm ushtarak mbetet një opsion për të ardhmen, por aktualisht institucionet kanë vlerësuar se modeli mbrojtjes gjithëpërfshirëse apo mbrojtës totale është më funksional për vendin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dhënë detaje për propozimin për themelimin e Gjandarmërisë së Kosovës. Ai theksoi se kjo forcë është bërë domosdoshmërisht për shkak të kërcënimeve të vazhdueshme ndaj sigurisë dhe sovranitetit të vendit. Kurti tha se gjatë viteve të fundit, Kosova është përballur me sulme të shumta, sidomos në veri të vendit. Ne kemi pasur sulme të vazhdueshme gjatë viteve të fundit, në veçanti në veriun e vendit tonë, ndaj institucioneve të Republikës Kosovës, policisë së Kosovës, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse rrëmbimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës të Zveçanit dhe sulmi në Ibërlepens e të tjera. Këto na treguan se grupet armatosura me organizim paraushtarak, me armë të rënda dhe me kapacitete operacionale ushtarake, përfshirë dron dhe antidron të cilët të i kalojnë mundësit standarde policore, kanë rrezikuar dhe mund të rrezikojnë seriozisht sovranitetin e Republikës Kosovës dhe qytetarët e saj. Kryeministri sqaroi se Gjandarmëria do të shërbejë si strukturë ndërmjet Policisë së Kosovës dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës. Gjandarmëria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant,
menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike. Modeli i gjandarmerisë është praktike dëshmuar evropiane. Shtetet si Franca, Italia, Turqia, Spanja, Portugalia dhe jo vetëm, kanë strukturat të ngjashme me role dhe mandate të qarta, të cilët veprojnë me efikasitet dhe profesionalizëm për dekada. Sipas Kurtit, mandati i gjandarmerisë do të përfshijë sigurimin e kufive, luftimin e kontrabandës dhe reagimin ndaj grupeve terroriste. Ushtria amerikane ka kryer të njëjtë sulme të reja ndaj Iranit duke synuar një bazë ushtarake në Bandar Abbas. Komanda qendrore e SBA-s ka thënë se forcat e saj gjithashtu kanë rrëzuar 4 dronë sulmues iranian, të cilët ishin në një drejtim që përbënin kërcënim rreth ngushticës Hormuzit. Ndërkohë, Garda Revolucionare e Iranit ka thënë se të njëjtën se ka shënjestruar një bazë ajrore amerikane në orën 4:50 sipas orës lokale, pas një sulmi të hershëm të SBA-s pranë aeroportit Bandar Abbas, ka raportuar agjencia e lajmeve Tasnim. Sulmet vinë mes një anëpushimi të brisht midis SBA-s dhe Iranit dhe negociatave të zgjatura për të dhënë fund luftës 3 mujore që ka bllokuar trafikun në ngushticën e Hormuzit dhe ka rritur çmimet globale të energjisë. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.